Jemi kërë pas marketingut dhe vazhdojmë në spektaklin tuaj Odeon. Se i thënë që në shesin e fjales e mire, këngës së bukur në Odeon, na vinë mysafir anës nga gjithë globi shqiptar, personazhet e veçanta. E kishim pritur ka herë, sonte kemi fatin e mirë e të rrallë që ta kemi një përfaqësues nga më eminentët të turizmit shqiptar. Bile mund të themi nga pionerët e rrallë që si kur sjell atë stafetën, flakadanin e asaj që paralajmëron një zhvillim të hovshëm. Zonja Zotri vjen këtu me ne, për ju, për ne, për të gjithë, një zotri i nderuar, përfaqësues edhe njerë, thëm, i turizmit mbar shqiptar, zotri i nderuar Vasil Bedinaj. Vasil, mirë se erdhe. Mirë se gjithënej. Të thras Vaso? Si të dosh, si të thrasin më shumë? Vaso më flasin më shumë. Vaso. Të thrasin shumë? Po thuaj se gjithë. 24 në 24. Vaso si ta bëjmë të, Vaso thiri aj, na ka ftuar kë, si ta bëjmë të, ku të... Nga më të ndryshmet. Fillon dita në 7 të mëngjesit dhe kur të mbaroj pastaj. Mirë se erdhe bashkëqytetarin Vlonjat. Puro Vlonjat apo? Puro Vlonjat. Dhe është vërtet kënaqësi që e ham mëngjesin në Vlorë, jam nisur sot prej orës 8 të mëngjesit. Rrugët apo infrastruktura na bën të mundur që e ham mëngjesin në jug edhe drekën në veri, kështu që është jashtëzakonisht një ndjesi e bukur kjo. Cep më cep atë ti bën brenda një dite. Brenda 4 orësh, 3 orë gjysmë. 4 orë. Dikur si binim dot? Dikur merr të 8-9 orë, se unë jam nga të parët që kam thua shpesh në Kosovë. Gjatë muajve të dimrit, gjatë muajve të pranverës, dhe bëj krahasimin midis asaj që përshkruaj sot me atë që kam përshkruar para shumë vitesh, është si nata me ditën. Absolutisht. E kisha pyetje të radhës, ke ardhur shpesh në Kosovë? Po thuaj se gjatë gjithë dimrit vi shumë shpesh, kur mërzitemi apo kur lodhemi në qytetin tonë të Vlorës me punën tonë të përditshme, na duket sikur po shkojmë bëjmë një xhiro nga Kosova, nga malet e Sharrit apo diku në vendet me borë, thjesht të qetësohemi, të relaksohemi diçka. Vjen shpesh në Sharr? Po thuaj se në Brezovic? Po thuaj se një 2-3 javë. 2-3 javë. Po ski bën? Ski jo, po kam qef shumë vetëm të lëviz, të eci, në përmale. Në përbor, po. Familjet i kam që i kanë qef të bëjnë ski, por vetë nisem në mëngjes të kthehem në darkë, veç duke ecur në përmale. Edhe shef e shijon borën, e cila në Vlorë shijohet rrallë ose... Janë ditë veçanta, kur nisem në herë me ditë me diell nga Vlora, banoj dhe jetoj në pjesën më të madhe të kohës në radhim, pra ngrihesh në mëngjes në Busodetit në një ditë me diell, për 4 orë je në majt malit në një ditë me borë, apo e ham mëngjesin me ato mjaltin e llogaras që kemi në andej, dhe ushqime tradicionale të jugut, dhe vinë han drekën në veri me tradicionalet e veri. Kështu që është një kënaqësi e veçantë dhe shplot se gjithashtu. Faleminderit shumë që na erdhe. Faleminderit. Është kënaqësi të kemi mysafir. Në realitet regjia ka përgatitur një kronik në mënyrë që shikuesi ynë edhe dëgjuesi ynë le ta di vërtet se në ko kemi punë sonte. Në realitet kush është mysafir? Mysafiri ynë në këtë mbrëmje të këtij spektakli, zotri i nderuar Vasil Bedinaj. A ndjekim pak? Në brigjet e bukura të jugut të Shqipërisë, aty ku deti takon historinë dhe natyrën, spikat figura e Vasil Bedinaj. Një emër që lidhet ngushtë me zhvillimin e turizmit modern në Vlorë e në Shqipëri. I lindur me 7 korrik 1972 në vazhdanisht, ai ka ndërtuar një rrugtim që ndërthur për kushtimin, vizionin dhe pasionin për vendin e tij. Nga studimet në drejtësi deri te specializimi në shkencat juridike, Bedinaj e shndroi dije në themel të një karriere të suksesshme. Që prej vitit 2003, ai është një nga protagonistët kryesor të sektorit të hotelieri turizmit, duke kthyer resortin Hotel Regina në një simbol mikpritje dhe cilësie. Sot ai
administron disa prej hoteleve më ekskluzive në jug të vendit, si Regina Blue, Regina City, Regina Palm e tjerë, duke zgjeruar vazhdimisht investimet nga radhima në Dërmije deri në Himar. Si kryetari shoqatës së operatorëve turistik për jugun e Shqipërisë, ai ka kontribuar në promovimin e Shqipërisë në arenën europiane dhe botërore, duke sjellë zhvillim ekonomik dhe duke rritur standardet e turizmit. I vlerësuar me çmime kombëtare dhe ndërkombëtare si Albanian Excellence dhe Chelsea Argent, Bedina i mbetet një shembull i një sipërmarrësi që jo vetëm ndërton biznese, por edhe vizion për të ardhmen. Sepse për të turizmi nuk është thjesht industri, është mision për zhvillimin e Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Në realitet, shërben si një shembull, unë kur ju anonqova, ju prezentova si një kampion i turizmit në Shqipëri, një ndër ata, si ta quaj, animatorët, si agitatorët e asaj që është e vërtet në këtë rast, ka qenë edhe gjithmonë, që 400 kilometra bregdet të Shqipërisë janë një perlë me vete, po një dhunti që na ka qenë Zoti vetë, dhe atë duhet ta shfrytëzojmë. Dhe ju jeni nga ata që në këtë drejtim keni bërë shumë, duke vënë absolutisht në shërbim së pari vetën tuaj, familjen, gjithë pasurinë tuaj, dhe më pas edhe duke sjell edhe plot promocione të veçanta që kanë bërë shumë në këtë drejtim, e besa dhe duke fituar edhe çmime në këtë drejtim. Por, do doja, si e kujton fillimin e rrugtimit tuaj në sektorin e turizmit? Ka qenë para 20 vitesh, bas e kalova 15 vitet e mia jashtë kufive të Shqipërisë, mërgjimtar ashtu si pjesa më e madhe e popullatës tonë sot. Kam jetuar në një vend që ishte vend bregdetar, dhe për 15 vitet në Shtetet e Bashkuara. Në Amerikë. Po, dhe kam qenë në zonën e jugut në Texas, dhe buzdetit gjithmonë ndëroja qytetin tim të lindjes si ishte Vlora. Dhe atje i thonë një fjalë të urtë, i thonë një fjalë komunitetit shqiptar që nëse, jo vetëm komunitetit shqiptar, nëse i pin ujë 15 vjetë në atë vend nuk ikën më, dhe unë po nëmëroja vitet dhe nuk doja ta kaloja 15, kështu që bashkë të 15 e kisha pregatit situatën të kthesha në Vlorë, po flasim për vitet 2003-2004 që ishte shumë e vështirë, por ashtu si që thatë ju pak më parë që të gjithë e dim që vendi jonë nga veriu në jug është nga vendet më të mrekullueshme të rrugëllit toksor. Të gjithë kemi lëvizur, gjithandej në për Europë, në për botë, gjithë shqiptarët, por jo nuk e gjen kërkun një vend si Shqipëria. Pra kur them Shqipëria, që të nisesh në mëngjes, ndaj e ceka pak më parë, që nisesh në mëngjes nga një vend bregdetar i ngrohtë dhe përfundon ditën në një vend përsëri në të njëjtin vend në malësi me borë. Pra i kemi malet, kodrat, lumejnë, detet, fushat, të gjitha çdo gjë dhe jo nuk i gjenë. Për mendimin tim, më ka lidhur punat që të shkoj në sektorin e turizmit gjithandej, por kudo që shkoj them nuk ka si Shqipëria. A ishin këto përvoja që i përjetoje, i shifje çdo ditë që u shtyn të investoni në turizëm në Shqipëri? Patjetër që po, stash që... Nuk lejove të bëhen 15 vite? Jo, nuk e lejove. Shpëtove më herë? Shpëtova, sepse kisha frikën e asaj thënies që nëse i pi ujë 15 vjet në një vend nuk largohesh më. Nuk largohesh më. Që bashkë mu bën në mendje që ishte momenti që duhet largohesha. Shqipëria i kishte mundësitë në atë kohë që të investoje, siç e dim të gjithë ishin fillimet e turizmit dhe gjërat ishin shumë mirëmëlirë se sa janë sot, por, si që thash, 20 vjetë me punë, përkushtim dhe jo vetëm bashkë me familjen, i fokusuar në këtë gjë dhe kemi arritur diçka. Bëni fjalë për një shtet fuqishëm me turizëm, shembull etalon, shembull në gjithë botën, u kthye edhe familja lehtë? Po,
Pothuajse në U pajtuan, u pajtuam të gjithë në Dhe u këtë kthyet në drejtim dhe e vazhduam këtë gjë. Dhe filluat absolutisht të investoni me njëherë në këtë drejtim. Hoteleri turizëm, po. Për të vënë në jetë ato që thjesht i kishit përjetuar. Edhe puna ime që kisha bërë ishte në sektorin e shërbimit, kështu që e kisha një farë eksperiencë në këtë shërbim dhe vazhdoj ta kemi dhe sot. Kur kam shku në Amerikë në vitin 1989 për herë të parë, më thonin, ona imo, Shqiptar nga Shqipëria, nga Kosova, bile thonin, Shqiptar nga Shqipëria vjetër, sepse ishin më herët e kështu, se këtu i thojnë Amerikë, ha, merë edhe ikë. Çdoja ta thoja vetë, po atë bëra dhe unë, nga mora dhe ika. Edhe ike. Ti e realizova atë, sepse ata thonin, ne erdhëm, po mbetëm në këtë. Formimi juaj në drejtësi, që ka ndodhë më pas, sigurisht ka ndikua në të drejtuarit e biznesit, ajo që kam pasur në mendjen gjatë gjithë kohës është të jesh korrekt, të ngrihesh të mëngjes të shkosh në punë dhe ta përfundosh ditën 10 orash në punë dhe patjetër që do të dalë diçka. Patjetër që është edhe lodhshme. E hapemi njerë hotel apo restoran? Me një hotel të vogël, me një numër shumë të vogël dhomash, bashkë me restoranti dhe nga viti në vit pothuajse jemi shtuar dhe kemi arritur në një numër të konsiderueshëm sot, diku te 420 dhoma dhe në çdo hotel kemi dhe shërbimet e tjera të baret restorantet. Pra nuk themi që jemi super mirë sepse mira nuk ka fund, por po të kujtojmë para 20 vitesh në qytetin e Vlorës apo edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë ekziston të diku një bar i vogël në lagje, një restorant shumë i vogël, pra kemi nisur nga hiçi dhe kemi arritur të punojmë dhe të përfitojmë diçka gjatë gjithë jetës, ashtu siç kanë bërë të gjithë shqiptarët, dikush ka merret me hoteleri, dikush me restorante, me ndërtim, në shumë fusha të ndryshme dhe unë jo për veten time, po them që gjithë shqiptarët kanë arritur diçka, jo vetëm në Shqipëri, por jo vetëm në territorin, po edhe në përbot. Siç lëvizim të gjithë, takojmë profesionistë nga fushat më të ndryshme dhe kjo të gjithë e kanë arritur fal punës tyre, pra të punosh diçka do të kur punon diçka arrin. 410 dhoma i keni në Regina Blue, Regina Palm, Regina City dhe Regina Garden. Dhe vazhdojmë. Edhe vazhdojmë. Dhe vazhdojmë, po. Do të flasim edhe për këtë vazhdimin. 410 dhoma, një njeri që u kthyen nga Amerika dhe dha shembullin nga më të mirë që atë dheu t'i sillen për vojat, në atë dheu ajo që fitohet pastaj është shumë ëmbël se sa në dhe të gjitha këto së bashku, por kur i dëgjon edhe i sheh, unë ndodhem edhe para një fakti se sa po hyj në Vlorë e derisa dal në fund të llogaras, është një shkëlqim, një diçka e bukur që të bie në sy e që quhet Regina, varësisht nga emri e që përfshet absolutisht duan të bëjë këtë. Do të thënë, ideja lindi që në Amerikë se do ta bëj një tip hoteli, do të filloj dhe shpresa për të zhvilluar që në realitet u realizua. Cilat ka qenë sfida më të mëdha gjatë këtij rrugtimi? Si vende, siç jemi në Shqipëria, kur në të gjitha drejtimet nuk është ajo eksperienca e duhur, vështirësitë kanë qenë më të ndryshme, vazhdojmë t'i kemi dhe sot, jo në ato përmasa, por eksperienca, edhe sot kemi mungesën e eksperiencës të burimet njerëzore që ne kemi në këtë fushë. E thash pak më lart që në Vlorë në vitet 2003, 2004, 2005 kishim diku një bar të vogël, një restorant, kishim ato shprehje tona popullore, vëlla çfarë do pish. E ke dëgjuar këtë? Kështu që sfida kanë qenë nga më të ndryshme, por gjithsesi kam qenë gjithmonë i vetëdijshëm që jemi një vend i ri, një vend pa eksperiencë dhe patjetër që do të ketë vështirësi derisa të arrish diçka. Por sot jemi mirë, jemi shumë më mirë se para 20 vjetësh, nuk ka krahasim. Akoma po flasim për juve, për ty, për familjen tënde, për emrin e kompanisë tuaj. Në këtë zhvillim, çfarë bëri të veçantë në tregun turistik biznesin tuaj? Unë e mendoj të veçantë sepse kemi qenë një biznes familjar gjatë gjithë kohës. Pra jam përpjekur që ta menaxhoj me familjen time dhe klientët nga gjithë trevat shqiptare
ta them me pak fjalë që kur I kam 2 bashkëdhetar dhe 2 të huaj kënaqem me këta 2 bashkëdhetarët që kam dhe ndaj jetë gjithkohës bashkëpunimi im me shumë bashkëpunëtor të Kosovës apo të Maqedonisë apo dhe më gjerë ku janë kuftitë shqip, ata dua që të më vinë në hotelin tim, pra dua që të kem një muzikë shqip, një kuzhinë tradicionale, të flites shqip, të kesh gjithë programin e shqip dhe kjo më bën të kënaqem. Pra, ju e dini shumë mirë që turizmi në Shqipëri dhe veçanërisht në vijën bregdetare në vitet e fundit ka pasur prurje nga gjithë Europa, jo vetëm nga Europa lindore kur kemi qenë diku, po vitet e fundit jemi dhe me turistë të Europës qendrore. Pra po ngelem partizanët dhe dashamirës I bashkëdhetarëve që më vinë nga diaspora po edhe nga Kosova. Të vinë shqiptarët e mi. I dua shqiptarët e mi këtu. Shqiptarët tani, dua që ta ndezim atë muzikë në momentet caktuara të kërcejmë shqip. Ju në realitet në 72 I ri, jo shumë I ri, po I ri po, në vitin 90 e lartë, për shqiptarët erdhi liria, erdhi dita e bardhë me pa Shqipërinë mëm, me I bë pushimet në Shqipërinë mëm, se shkonim gjithandej, kush mundej, në Greqie, në për Jugoslavie, ndoshta edhe në vendet të tjera, por u hap rruga me I kalu pushimet në Shqipërinë mëm, dhe kjo ishte diçka jashtëzakonshme. Po, në realitet keni ndiku pak a shumë në zhvillimin e turizmit, po dhe edhe në atë zhvillimin ekonomik në Vlorë, që vrehet. Juve edhe si familje, edhe si kompani, edhe si emër, se Regjina. Regjina, pse emrin Regjina? Familja ime vjen nga një zonë e Tepelenës, nëse e keni dëgjuar, dhe aty ndodhet një vend që quhet Regjina, ose Nivica. Dhe prej andej kam marrë emrin që kur kam qenë në Shtetet e Bashkuara dhe... Do më thonë ke barë. Nëse shumë shqiptarë dinë që zonës jugut, që ekziston një zonë në Tepelen, është zona e gjerë, Nivica dhe aty është Regjina. Regjina. Si e shihni zhvillimin e turizmit në Shqipëri vitet e fundit, Vaso? Unë e lidh me atë që thash pak më parë, që Shqipëria është një nga vendet më të bukura të Europës, pra I ka të gjitha resurset e veta. E ka detin, e ka malin, e ka lumin, I ka monumentet historike, I ka të gjitha. Dhe mendoj që shkallët që I kemi ngjitur deri tashmë një nga një na kanë bërë që të mësojmë shumë gjëra gjatë rrugës dhe shoh që do të jetë akoma në zhvillim e sipër. Patjetër që kemi punë akoma shumë për të bërë, sepse ishte për ne një eksperiencë e re, por besoj se kemi fituar diçka, duhet të marrim akoma më shumë, por Shqipëria do të vazhdoj të lullëzoj për sa I përket fushës turizmit, dhe jo vetëm. Si e parashikon, po themin edhe 10 vjeçarin e ardhshëm, zhvillimin e turizmit? 2 fishim, 3 fishim minimumi. 2 fishim, 3 fishim minimumi. Unë pata fatin që të isha në 2 panajirit e fundit, në atë të Berlinit që është panajiri turizmit, ku kam qenë pioner në panajirit e para 15 vjetësh, dhe është një ndryshim si nata me ditën të marrësh pjesë sot në një panajir si I Berlinit, dhe ta krahasosh me periudhën para 10, para 7, para 8 vjetësh që ishin me një cep të pavioneve që s'dukshin fare, kurse sot Shqipërinë e njohin shumë operator. Dhe nga panajiri Berlinit kemi shkuar në panajirin e Kanës, ku ishin prezantimi I projekteve më të mira. Ju e dini shumë mirë, qeveria shqiptare po bën një ndryshim rrënjësor, duke zhvilluar projekte vetëm nga arkitekt me hemër. Dhe në Kanë të Francës, para një muaji u bë panajiri apo prezantimi I projekteve që do të implementohen në gjithë vijën bregdetare dhe jo vetëm në gjithë Shqipërinë, mund të themi, në 10 vjeçarin e ardhshëm. Pra po Shqipëria 2040, se 2030 erdhi, dhe po të shifje ishin arkitektët më me emër të botës që kanë bërë projekte dhe po implementohen, ka filluar implementimin në Shqipëri, ku aty gjen zona banimi nga më të bukurat dhe hotelet brend ku janë në gjithë botën do të jenë në Shqipëri. Pra në nivele më të larta, aty kishe projekte mbreslënse të cilat janë aprovuar dhe kanë filluar të ndërtohen në gjithë territorin vijën bregdetare të Shqipërisë. Pra, në 10 vjeçarin e ardhshëm unë e shoh që do të ketë një shumë fishim të numrit të turistëve, sepse e shoh dhe vetë se çfarë bën apo çfarë
kërkon një turist që të bëj pushimet e veta. Nëse në rast se niset një gjerman nga Gjermania dhe vjen në Shqipëri, duhet të mendoj se çfarë do të bëj ky turist dhe nga eksperienca që kemi pasur në vitet e fundit, një turist që vjen në Shqipëri ka të gjitha. Dhe po vazhdojmë dhe përpiqemi që në radhë të parë duhet të ruajmë originalitetin ton, pra mos ta shndrojmë Shqipërinë në një vend tjetër. Këtë emri Shqipëri, po shërbimi të jetë italian apo kuzhinat janë italiane, por unë jam partizan i ruajtjes së trashëgimisë. Pra, edhe në subjektet e mia, po jo vetëm tani gjithë e kam mësuar, nuk dëgjohet muzikë përveç së muzikës shqipe. Pra, duhet të ruajmë këtë gjë dhe në rast se e ruajmë këtë gjë, kemi ruajtur emrin ton, kemi ruajtur përjardhjen ton dhe shumë njerëz kanë dëshirë të na njohin. A mendon se Shqipëria do të jetë në vitet e ardhshme një destinacion elitar në mesdhej? Elitar do të marrë disa vite. Vite. Unë mendoj se mbas disa vitesh po do të jemi një vend sepse kemi infrastrukturën të tillë dhe kemi pozicionin gjeografik të tillë, por duhet akoma punë për të bërë gjithsesi tash pak më lart te burimet njerëzore të shërbimit që të fitojmë atë eksperiencën, se nuk është thjesht të bëjmë një hotel të bukur. Hoteli mund ta bëjnë të bukur, por duhet është një zinxhir i gjithë që duhet të lidhet me njëri tjetrin, resurset humane shumë e shumë. Por mendoj që jemi në rrugën e dur dhe është më mirë me gjithë shkallët një nga një. Po cilat janë potencialet e Bregdetit shqiptar që akoma nuk janë shfrytzuar e që në të ardhmen do ta bëjnë këtë destinacion vërtet elitar? Ne kemi zonën e jugut që është jo vetëm jugu, po edhe veriu, zona e Shëngjinit dhe Lipojës deri në Qerret apo Golem që i themi, por kemi zonën nga Vlora deri në Sarandë, që është pothuajse nuk është prekur as 10% e saj. Në vitet e fundit ka pasur një zhvillim të lartë apo high, qoftë apartamenteve, qoftë edhe të hoteleve, pra zona nga Vlora deri në Sarandë do të vazhdoj të ndërtohet dhe do të kap standarde. Pra e shohim dhe interesimin e hoteleve që janë brand në Vlorë, ju e dini që apo edhe në Palas, nga Vlora ka filluar që do të kemi hotel Marriotin, kemi hotel Hayatin Palas, kemi Melien, kemi shumë hotele të cilat i gjen në të gjithë vendet e botës që janë brand. Pra ardhja atyre në atë zonë do të thotë që i plotësojmë të gjitha kushtet për pasur një turizëm elitar. Dhe unë mendoj se do të vijë dita që do t'i shohim të gjithë aty. Vloniat dhe me patjetër i ndërlidhur me Vlorën gjithsesi sa mund promovohet edhe më mirë Vlora si destinacion ndërkombëtar? Deri tashmë është promovuar mirë. Që nga sektori privat që kemi marrë pjesë në të gjitha panajret, por edhe qeveria shqiptare ka bërë e ceka pak më parë që shkallët të shpinë me gjithë një nga një, nuk është mirë me u lëshu me i hedhur të gjitha në një moment kur nuk je gati. Pra duhet të ecin të gjitha gjërat paralelisht e pak e nga pak. Duhet të përfitojmë, të fitojmë eksperiencën, duhet të krijojmë kushte, duhet kemi infrastrukturën e shumë gjëra të tjera, që të arrijmë atje te ai turizëm elitar që ne e përmendim gjithmonë. Pra nuk është mirë me u hedhur shumë gjatë, me hopa, jo, më pa e kërcyer gardhin, themi ne. E thoni kështu edhe në Tepelenë në Vlorë? Po, pa e kërcyer. Si vlerëson nivelin e hoteleve në Rivierën shqiptare sot? Sot ne kemi fituar, po, kemi fituar dhe review-t apo përshtypjet e të gjithë turistëve që vinë në zonën që nga Kosova, që nga Prishtina deri në Ksamil, është mbi notën 8. Pra do të thotë që kemi fituar eksperiencën, po bëjnë më të mirën e mundshme dhe pothuajse 99% e review-ve që na lën turistët kur vinë, dhe nuk flasim për review 1 apo 2, po flasim çdo hotel ka atë analizë, bën analizë dhe vet. Dhe ju po të futeni të shihni të gjitha hotelet e Shqipërisë janë mbi notën 8. Pra do të thotë që kemi fituar një eksperiencë dhe duhet të bëjmë më mirë, patjetër që duhet bëjmë më mirë. A kemi problem akoma stafin e kualifikuar? Nuk është një problem shqiptar. Pra dhe ne kemi kuptuar vetë që nuk është më problem shqiptar. Ajo që duhet të bëjmë është që thash pak më parë që pavarësisht se si vin problemi i burimeve njerëzore apo e stafit, po kushdo që të na vi që të punojë për ne, duhet ta orientojmë te origjina jonë dhe të ruajmë atë tradicionalitetin tonë.
ju e dini shumë mirë që të shkosh në mes të Milanos, nuk gjen më kuzhinë italiane ku ta që të pish, gjen një restorant, pizza Roma, po s'ke asë një pizzaiol të italiani, ke të gjithë të Egyptit, të Indis, të Pakistanit, të Iranit, po të shkosh në Gjermani është e njëjta gjë, po të shkosh në Athinë është e njëjta gjë, pra është botërore kjo, nuk është problem shqiptar, por e rëndësishme është jo të marrëm punëtor të huaj që në Shqipëri në vitet e fundit, po i marrim nga për të gjitha fushat, në restorante, në bare, në hotele, në fasoneri, në gjitha fabrikat, po vim punëtor të huaj. Dhe ajo që diskutojmë me bashkëpunëtorët e mi është që, okej, ti marrëm punëtorët e huaj, por unë mund t'ju them që në hotelet e mia punëtorët e huaj që kanë 3 vjetë kanë filluar flasin shqip. Flasin shqip. Pse po ndodh kjo megjithatë mungesë dhe pastaj mbulim nga vendet e huaja se të rinjt po ikin, apo nuk kemi kriju kuadro të mjaftueshme profesionale ose mungesë shkollash të krijimit të kuadrove profesionale të këtij niveli. Shko, edhe kjo është, por duke e parë që nuk është vetëm problem shqiptar, po është në rang botëror tani stafi, edhe në Gjermania para disa vitesh nuk ishte mjekët apo infermierët që na ikën gjithë infermierët tanë dhe shkojmë në Gjermani, shkojmë na. Pra dhe ata e patën një problem. Mbas pandemisë u hapën, besoj se e kuptuan qytetarët e gjithandej që duhet të harxojnë më shumë kohë për veten e tyre. Në rastin e Shqipëri ne i shfrytëzonim hotele 3 muaj apo 4 muaj të verës, tani po i shfrytëzojmë 6 muaj të verës. Nuk na vinë më turistët vetëm në korrikë dhe në ngushtë, po na vinë edhe në mars dhe në prill. Pra po mendoj që midis shumë probleme të tjera, po arsyeve të tjera është edhe ajo që njerëzit mbas asaj goditjes së pandemisë, po duan ta shijojnë më shumë jetën dhe të harxojnë më shumë dhe të kalojnë më shumë kohë të lirë për veten e tyre dhe për familjen e tyre. Patjetër që kudo që të shkosh, ka rënë numri i rinisë që duan të punojnë në shërbime. Tani po lullëzon teknologjia, pjesa më e madhe e rinisë kudo që të shkosh, i kene për kompjutra dhe po e bëjmë punën në një pëlqejnë teknologjinë se sa fushën e shërbimit. Mirë, ndoshta do të na i bëjnë edhe kamarierët këta. Po dalin robotët. Robotët dhe po të vinë aty ta sillin porosin. Kështu që një zgjidhje do të bëhet, ajo që është pozitive apo që ndihemi ne mirë është që jetojmë, kemi një vend që është i mrekullueshëm. Të shoh se je absolutisht një adhurues. Unë e quaj një ortodoks në kuptimin e asaj se ortodokset ngulin këmbë në atë që pretendojnë se është më e mira, në atë tradicionale, në vendoren dhe kështu. Po kalojmë pak te gastronomia. Apo e shfrytëzon Shqipëria potencialin e saj gastronomik? Dhe sa po e realizon atë? Është rikthyer në 3-4 vite e fundit, unë po shoh që është rikthyer sepse për disa vite e humbi disi, ju jeni vizitor të Vlorës, apo dhe të qytetit, edhe të qytetet të tjera, që para disa vitesh në çdo vend shikoja kuzhinë të ndryshme dhe jo atë tradicionalen. Unë që jam i kuzhinës tradicionale më duhesh të udhtoja ose të konsumoja në shtëpi ose të udhtoja diku larg për të gjetur një kuzhinë tradicionale. Tashmë jemi rikthyer përsëri kuzhinës tradicionale dhe janë shtuar gjithandej ke ferma nga më të ndryshmet, edhe restorantet që janë në shëtitoret e Vlorës i gjen një italian dhe një shqiptar, pra jemi kthyer dhe po aty ka diverzitet, por çka duhet bërë që edhe gastronomia shqiptare të jetë një atraksion turistik? Patjetër që po unë atë them gjatë gjithë kohës që nëse do të themi që jemi një vend turistik, nuk vjen një italian për të ngrënë kuzhinë italiane në Shqipëri, për të konsumuar kuzhinë italiane në Shqipëri. Nuk vjen një gjerman për të konsumuar kuzhinë gjermane në Shqipëri. Ata vinë për të parë një vend të ri që se kanë parë, për të shijuar detin apo malet, po edhe për të mësuar nga i vend që shkon. Edhe ne kur shkojmë bashkë, kur shkojmë në një vend tjetër, unë kur shkoj jashtë territorit të Shqipërisë, në Gjermani, në Austri, shkoj dhe konsumoj restorantet e tyre sepse ka lidhje që të jesh gjermane, të vish tash në kuzhinë gjermane në Vlorë. Pra kësaj ne po i mësojmë që atë që lam pas dore për disa vitesh ta rikthejmë përsëri dhe gjithë turistët e shohim që restorantet që kanë menu
tradicionale shqiptare janë plot, kurse ata që janë me guzhin të huaj kanë rëndësi. Kanë rënë. Çka i mungon, akoma jemi duke godit në këtë drejtim, në të animuarit e njerëzve, sidomos në mbar globin, sidomos nga vendet perëndimore, që të jenë turist në Shqipëri. Çka i mungon Shqipërisë për të tërheqë turist edhe më shumë nga bota? I duhen edhe disa vite që të përmirësoj infrastrukturën e vetë. Kemi mangësi në infrastrukturë për sa i përket rrugëve apo transportit urban. Aeroportet, me padurim po presim që të hapet aeroporti i Vlorës që do të jetë një vulë apo një kartë e fuqishme për sa i përket. Apo e hapim këtë verë? Si fizikisht, unë e vizitoj çdo javë nga Meraku të shoh se si po të bëhet. Fizikisht po përfundon, besoj se deri nga mezi majt përfundon, por nuk kam shumë informacion, jo vetëm unë, po shumë nga ne nuk e kemi informacionin për sa i përket çeftifikimit të aeroportit. Pra certifikimi jo vetëm ka shumë detaje që duhet të certifikojnë kompani të huaja dhe duhen dhe ata kohën e tyre. Ne po bëjmë çmos që mbase hapin në qershor, por presim nga dita në ditë që kryeministri i Shqipërisë të prononcohet, sepse i kemi kontaktet dhe kërkesat dhe pyetjet nga të gjithë bashkëpunëtorët tanë në gjithë Europën që thonë kur do hapet. Pra, përveç se aeroportit, kemi akoma punë për të bërë në infrastrukturë dhe transportin urban. Transportin urban. Në mënyrë që edhe të guxojmë të bëjmë reklamë, se o burra, mund të udhtojmë, presim, lëvizim o lehtë, për momentin e lodhim pak një turist. A mund të ndërtojmë një brand që do të quhej turizëm shqiptar? Është krijuar. Është krijuar. Është krijuar dhe si do ta kishte emrin? Brendi shqiptar. Brendi shqiptar. Mos të ngatërojmë shumë. Po edhe mos kërkojmë emra të tjerë kur i kemi aq origjinal, aq të mirë. Kemi shumë histori, se duhet të blejmë diçka tjetër. Sektori privat keni bërë mbi përpjekje në këto vite. Unë i kam përcjellë edhe vetë, se kam marrë pafundësisht. Unë kudo më shku në botë, pa ardhur në Shqipëri, s'bëj pushim, nuk e quaj pushim. Vera kam vete mangët nëse s'kam marrë në Shqipëri, tani maj edhe jemi bashkëpatriot të Vlorës, se unë kam pas fatin e mirë që... Kur do ma hikni atë traun aty që ndalon ai të pasaportën. A hikni s'ka që që më streson më shumë. Shtatë Evropës në një ditë në Evropë, Po na shikojnë se po na regjistrojnë me kamera, me fotografie, me... Jo s'po i plotsoni standardet e si t'ja bëjmë. Të plotsojnë njërë të tyre dhe të pecë. Zotri Vaso, absolutisht në një shembull i mirë, personalisht, edhe pa ju njohur ju kam djeg, edhe jeni një emër, jeni simbolik, një farvulje e Vlorës, kështu Regjina, dhe mirë sa është edhe territor, nuk... Po kalojmë pak tek kompania juaj edhe ndërtimet që synoni t'i realizoni në këtë drejtim në gjithë Bregdetin shqiptar. Po, është vërtet që ne kemi vite që merremi dhe me ndërtim, por vitet e fundit interesi ka qenë shumë i lartë për shkak edhe të përmirësimit të shumë gjërave në Shqipëri. Kompania jonë ka ndërtuar në qytetin e Vlorës, por në 3 vitet e fundit kemi shumë projekte që po përfundojmë dhe po fillojmë për sa i përket në qytet të Vlorës, në Radhim, Palas, në Dërmi, dhe kjo për shkak të shumë interesi shumë të lartë. Unë jam sot në Prishtinë sepse hapim zyrën tonë të real estetit apo të imobiliare këtu në Prishtinë. Kemi shumë, nuk mund ta pranoj të them që kemi shumë turistë të Kosovës, po më duket sigur, si thash, jam në mëngjes në Vlorë, në darkë në Prishtinë, në Vlorë dalë shëtitje në darkë në atë shëtitore në bukur që kemi ne, dhe kemi qytetarë nga Prishtina, nga Gjakova, nga Peja, gjithandej të Vlorës, të Tiranës, pra jemi është mozaiku shqiptar komplet aty. Dhe kërkesat për diasporës shqiptare, por jo vetëm edhe qytetarëve të Kosovës, ka qenë shumë me lartë në vitet e fundit për të pasur një pasaport vlonjate.
Pra për shumë po blejnë banesat e tyre të dyta të treta për pushime, dhe pse jo, pse të investojnë në një vend tjetër dhe jo në jug të Shqipërisë apo dhe në veri të Shqipërisë, ka në gjë. Jemi një vend i mrekullueshëm. Pra kompania jonë në vitet e fundit ka bërë shumë ndërtime, ka shumë qytetarë të Kosovës dhe të diasporës që janë akomoduar dhe janë bërë vlonjat. Janë bërë vlonjat. Janë të interesuar për të blerë. Për të blerë dhe automatikisht. Fillimisht kanë me blerë për të vendosë, besoj që së shpejti do të mendojnë edhe për biznes. Po shoh sinjale pozitive çdo ditë që kemi interes. Kanë hapur biznise në Sarandë, kanë hapur në Dërmi, kanë hapur Palas, në Vlorë, pra mozaiku po dëndësohet nga viti në vit. Pra nëse para disa vitesh ishim vetëm ne si qytetar vlonjat që ushtronim aktivitete në Vlorë, qyteti i Vlorës tani është bërë një qytet turistik me gjithë bizneset e trevave shqiptare, po jo vetëm. Ka dhe italian, ka dhe qytetar të tjerë të cilët ushtrojnë aktivitete në bizneset të ndryshme. Pra, të rikëthem, janë me mira qytetar të Kosovës, që jetojnë Kosova apo në diaspor, që janë bërë banor të Vlorës. Pra, nga Vlora deri në Orikum, Palas, Dërmi, gjithandej. I shohim gjithandej. Zyra që po hapim sonte, koincidon edhe me kur po realizojmë emisionin, do t'jetë një lehtësi që të gjithë të interesuarit nga të gjitha trojet shqiptare, po sidomos ato që janë të këtyre pjesëve, të Kosovës, edhe të Malit të Zi, edhe të Luginës, edhe të Maqedonisë, ta kenë një pistë dhe një mundësi më të lehtë për me ardhur tek realizimi i synimeve të tyre, i dëshirave të tyre për të bërë si edhe bashkëinvestues mund t'i quajmë ata që blejnë një apartament, që blejnë një lokal, që blejnë diçka që nesër do t'jetë mundësi jo vetëm pushimi, por edhe biznesi. Po, është e vërtet, ne kemi klientët tanë mbi 200 aktualisht që janë bërë resident vetëm të kompania jonë në apartamentet që ne kemi ndërtuar dhe menduam që do t'ishte një lehtësim për të pasur një pikë informacioni këtu në Prishtinë për të implementuar projektin e tyre që kanë blerë dhe janë drejt përfundimit, por pse jo dhe për ata që kanë dëshirë për të blerë në Vlorë. Po krijoj mundësinë që të kemi të gjitha albumet tona, të gjitha projektet tona këtu në këtë zyrë dhe të gjithë qytetarët që ta kursejnë kohën të vinë në Vlorë apo të rikthehen se çdo kush ka punën dhe agjendën e vet, por ta marrë informacionin paraprak këtu në Prishtinë dhe mbasi merr informacionin paraprak, ju përgjigjemi të gjitha pyetjeve të tyre, pastaj i presim në Vlorë për të definuar atë marrëveshjen që ata nënshkruar. Pra, zyra këtu në Prishtinë do të jetë ndihmë për ata që ne i kemi tashmë klient, që e kanë nënshkruar një kontratë dhe e kanë blerë, kemi dhe resident që banojnë në apartamentet që ne kemi ndërtuar, por kemi pasur kërkesa shumë të larta për vazhdimsi dhe duke qenë që blerje një banese për një qytetarit Kosovës, e blen një banes, nuk mbaron me haj, sa e banes duhet të përfundoj, duhet të reduar projekti brendshëm, projekti jashtëm, dhe nuk duam të lodhim klientin të vi poshtë e lartë, por e realizojmë, e tregojmë këtu, konsultojmë këtu dhe e implementojmë në Vlorë apo në Palas ku jemi dhe do të jemi. Pra, është më shumë zyrë informacioni, zyrë koordinimi, zyrë bashkëpunimi, zyrë ftesash, çdo gjë do ta kemi, siç e kemi Vlorë, kemi dhe këtu. Çfarë do të quhet? Regina Group Konstruksion. Regina Group Konstruksion. Regina Group Konstruksion po ndërton realisht pothuajse në gjithë vijën bregdetare, baram që nga Vlora deri në Himar. Dhe mundësi do t'jenë shumë të mëdha që të vinë më lehtë tek ato pikat të cilat i duam, i dëshirojmë dhe janë vërtet atraktive, do t'jenë edhe shumë atraktive, jo vetëm për ne, po për gjithë botën. Çka ofron tjetër mundësi edhe lehtësira kompania juaj që të bëhemi, që në fundit edhe unë të mos metëm veç me një banes se më pëlqeu kjo që i the banes, se ju i thoni më shumë apartament, edhe në këtë bisedën tonë deri këtu, ju i keni thënë banes unë apartament. E kemi kombinuar. Për shumë mirë. Çka ju lehtëson kompania juaj më shumë? Unë besoj se të gjithë ata që bashkëdetar që janë këtu apo jashtë territorit të Shqipërisë, ne ju plotësojmë gjitha kushtet.
qofte çmimi, qofte koordinimi me njëri tjetrin, po ashtu kemi ajo që është më thelbësore, duke parë që ata që donin një financim bankar ishte pak e vështirë në Shqipëri, sepse ju duhet të kishin një hipotek kolateral, që themi, Po, hipotek kolateral. që ta lini garanci në bankën e Shqipërisë nuk e kanë. Kompania joni ka siguruar këtë gjë, pra nëse do të blesh një banesë apo një apartament. Futet hipotek direkt ajo. Jam unë hipoteka. Jam unë hipoteka. Deri në momentin që del hipoteka përfundon banesa, kur del hipoteka e banesës, dalun dhe futet hipoteka. Pra ajo që duhet mjafton të kesh një punë dhe të kesh një të ardhur normale, që bankat të kualifikojë që ti ke mundësi të shlyesh, kur për sa i përket të hipotekës, nuk të duhet hipotek, sepse kompania e ka nënshkruar garancin për tyja. E kjo ishte shumë sepse, më falë, ta shtoj këtë, i kishim jo vetë për qytetarët të Kosovës, po edhe qytetarët që janë në Zvicër, në Gjermani, në Austri, që i kanë banesat dhe i kanë bizneset e tyre andej, por nuk ju njihen si hipoteka në Shqipëri, dhe për ata kemi bërë të njëjtën gjë, mjafton që të keni një punë dhe një të ardhur mojore, dhe nuk ju duhet hipotek. Hipoteka është aty. Është aty, është kompania që siguron këtë gjë, ka lënë pronat e veta, pra kompania ka lënë pronat e veta për të siguruar blerjen nga qytetarët të pronës tyre. A ka nevojë Shqipëria për një strategji të re kombëtare turizmi duke i përfshi krejt territoret shqiptare? Po më fal, kjo ka qenë edhe ajo që unë promovoj apo bashkëbizetoj me gjithë kolegët e mi apo gjithë kompanit në qytetin e Vlorës, që gjëja më e mirë është kur bashkëpunojmë jug-veri dhe veri-jug. Pra, në verë të gjithë jemi në Bregdet dhe në dimër të gjithë jemi në Borë. Pra, nëse e shofim kështu, do të ecim shumë më shpejt. Dhe unë shoh që nga viti në vit, numri i vlonjatëve që vinë në veri është shumë më i lartë sa ka qenë. Ajo që duhet bëjmë është që të rristim sistemin e akomodimit në Kosovë, sepse numri i hoteleve shumë i ulët akoma, sidomos në vendet që ka borë, në Brezovic, në Rugov, duhet të thrasim 2-3 javë para për të rezervuar një dhomë se nuk gjejmë. Pra, ky ndërthurja dhe veprimi me njëri tjetrin ishte rruga më e mirë. Këto odat e krijuara, ta quaj oda, ekzistojnë? Ekzistojnë. Funksionojnë dhe bashkëpunoni? Bashkëpunojmë, siç është në zonën bregdetare, që janë apartamente Airbnb që ne i quajmë në gjuhën e turizmit, ashtu dhe në kur vi Odmar, shtëpi marr. Kur vjen në Brezovic, ndesa ato xhakun e atje dhe ta pi çajin e ngrohtë. Kështu që i plotsojmë. Kemi punë për të bërë akoma, por jam i bindur 100% që territori i Shqipërisë është i plotson gjitha kushtet për të qenë një territor turistik, tërësisht turistik. Nëse do të ndryshoni diçka në turizmin shqiptar sot, çfarë do të ishte ajo? Një pyetje e vështirë. Shoh që jemi mirë, ajo që duhet bëjmë është të përmirësohemi akoma më mirë, por jo se duhet të ndryshojmë. Nuk mund të ndryshojmë identitetin tonë, se kur themi për një turizëm, shkojmë në Greqi, për shembull, apo shkojmë diku, shkojmë në një vend që na pëlqen, pra na pëlqen vendi, identiteti, sjellja e tyre, pastaj se det ka gjithandej apo male ka gjithandej. Pra ajo që duhet të bëjmë është të përmirësojmë veten tonë, të respektojmë veten tonë në radhë parë, të përmirësojmë çdo gjë. Dhe përsa i përket gjithave të tjera, ne kemi kulturën, ne kemi infrastrukturën, kemi territorin, i kemi të gjitha, kështu që mos e ngacmoj një lule të bukur. Është e bukur, thjesht shërbej të bëhet të qëndroj ashtu e bukur. Një ditë kur nisë në rrugën e gjatë, ndoshta edhe pacak, e mendoje se do t'ishe i realizuar deri në këtë nivel që është i jashtëzakonshëm, megjithatë. Ne
Ne kemi kaluar gjysmën e shekullit. Po tash s'kemi problem se S'kemi problem, po në gjysmë jemi. ndihemi mirë, unë ndihem mirë, brezi jonë ndihet mirë, sepse mbas viteve 90 kemi pas ato vështirësitë e identitetit tonë, më shqiptar, pa një pasaport, pa vizë, trajtoheshim ndryshe, kurse sot ndihem mirë sepse Europa ka 100 vjet që s'ka lvizur. Kudo që shkon i ketë njësoj, kurse ne kemi ecur, kemi lvizur, mbase nga ju që s'kemi pasur, kemi qenë të varfër, kemi qenë të izoluar dhe kemi punuar jashtëzakonisht, por unë mendoj që jemi mirë, po të krahasoj me ku kemi qenë. Kemi para 30 vjetë s'kishim asgjë, para 20 vjetë s'kishim asgjë, e thash pak më parë, shkonim në një pikë doganore, ulnim kokën, se nxirim atë pasoshen tonë, kurse sot më falë për shprehjen, ja hedhim kështu. Jo ja hedhim për t'u treguar diçka, por i kemi krijuar veten, ke identitetin tonë, që dikur e kemi pasur të mirë, e humbëm për shkak të komunizmit, të sistemit ashtu. Por sot ndihemi mirë dhe vërtet ndihemi mirë kur udhtoj në për aeroporte, në për pika doganore, kur shikoj shqiptarët që jemi mirë të gjithë. Pra, jemi mirë dhe kjo fal punës apo fal atij genit të punës që kemi ne si shqiptar, që punojmë dhe nxjerrim çdo gjë nga. A jemi punëtor? Jemi. Punojmë? Punojmë jashtëzakonisht. Kush ishin mbështetësit si tu këtu në këtë rrugtim? Me sfida, me po të suksesshëm. Mbështetësit, e kam pasur, e them edhe në familjen time që gjatë gjithë kohës kam parë dikë aty përpara dhe kam thënë gjithmonë që dua ta ndjek atë. Nuk është e thënë t'ja përmendim emrat, por është mirë për çdo njeri që nëse shef diçka, do të bëj diçka, duhet të shoh ku është ajo gjëja dhe të shkoj pak nga pak atje. Dhe unë kam pas 2-3 persona që edhe i lexoja dhe i studioja dhe i arrita sa dhe këshillojsha dhe patjetër që nuk është bërë çdo gjë perfekt, patjetër që kemi pasur momente të mira, momente të vështira, por ne shqiptarët e kemi sipas vendit dhe kuvendit, sipas vendit dhe punës, por në përgjithësi mjafton të ruash vijën, mos kalo vijën e kuqe, gjitha tjetër pastaj një okay. E fillove si biznes familjar, tash ai biznes është zgjeruar shumë, po megjithatë këta familjar janë aty, është zonja juaj dhe... Po jemi të gjithë këtu në Prishtinë, sot si familje. A jemi sot si familje? Po, të katërt jemi këtu. Kush e përbëjnë te? Juve, zonja? Kam një djalë dhe një vajzë. Një djalë dhe një vajzë. Djalë dhe vajzë. Jemi të katërt këtu. Do më thanë Vasili? Sonila, Enea dhe Aili. I kam lodhur pak. I kam lodhur, sepse të bërit biznes në këto lloj përmasash, kur ke me qindra punonjës, kur ke angazhime pafund, patjetër që do të marrësh pak nga kohë e tyre, jo pak, nga njëherë ka marrë dhe shumë. Kur vi në Kosovë, them hajde se po dalim, i marrë dhe me vete për të një farë justifikimi që shkoj e humba gjithë javën si isha pranë jush, por kemi gjetur kuptimin tek njëri tjetri, jemi futur kësaj pune dhe mbështesim njëri tjetrin. E ka ndërtuar bukur prindrit. Po Azemi Bujupi dhe bën pjesë nga këta bashkëpunëtorët që të cilët i ke takuar dhe sikur ja realizuar me ta nëpër vite. Kam shumë bashkëpunëtorë këtu në Kosovë. Në Kosovë? Agjenci turistike. Ke bërë një familje të madhe. Familje, jemi si vëllezër, si vëllezër. O vëlla, u kam mësuar dhe shprehen o vëlla si je, se ju se keni përdorë, por ne të Vlorës se përdorën vëlla si je, kështu që edhe bashkëpunëtorët e mi këtu të Prishtinës se vëlla si je në pjesër mua. Kështu që kam shumë bashkëpunëtorë, kam agjencione të fuqishme që kanë punuar për Shqipërinë, kanë punuar për trevat shqiptare, siç është Fibulas, që përmend se bashkëdetarët tanë janë edhe lirisht përmendit të gjithë ata se Travel, Shpejtimi, Azem Bujuti, pra jemi bashkëpunëtor shumë të mirë dhe Azemi që më përmendet është një miku im i vjetër, jemi njohur në vitet 2015, kur unë mora një angazhim politik në atë kohë, por falë Zotit Ismeci të futësha në politik dhe nuk u futa. Po këta është i pavarur, ti shë fut janë PS, janë PD, i shë fut. Po kur futesh i varur, i pavarur, po u futa atje do varesh diku, kështu që me ndërmoj shpati që nuk u futa dhe janë më mirë kështu që.
Jam më mirë kështu ku jam sot me bizneset e mia dhe unë ja uroj. Sa më pak të merremi me politikë, aq më mirë na bën. Patjetër që duhet t'i shtym që të bëjnë më të mirën në angazhimet e tyre që kanë marrë për ne, por thjesht duhet të bëjmë presion dhe t'i lënë të bëjmë punën e tyre. Po na vjen vera, mezi po presim. Janë rritë numri i kosovarëve, të themi kështu sepse kur ka marrë për herë parë në Shqipëri, të gjithë ata që ishin jashtë Shqipërisë, jashtë kufive administrativ Shqipërisë, i qunin kosovarë dhe me thënë drejtën pëlqente kjo gjë. Po nuk ka ndonjë gjë, ne themi vlonjat, kosovarë. I kemi ato emrat tonë, por unë më beson apo jo, unë kënaqem. Kënaqem kur fillon muaji maj dhe shoh rrugët e Vlorës mbushura me targat Kosovës, mbushur restorantet dhe hotelet me qytetarë të Kosovës, fillojnë shkollat me ekskursionet e tyre që parkojnë ata autobusat nga 10 e nga 15 atje sheshi Pavarësisë në Vlorë. Kënaqem kur mbushen hotelet dhe parkinget e hotelet me makina me targat Kosovës, haq më shumë kur vinë të diasporës e i shkojnë ato makinat e bukura, që kam punuar, po punojmë, kam punuar shqiptarët dhe bëjmë pushime të këndshme të bukura. E bukur është, jemi një, e në këtë një kënaqemi bashkë, sigurisht edhe shohim gjithat dhe unë. Baba im tërë jetën ka punu në arsim, dhe është bukur se më pyet, ke qenë këtu? I tham jo. Birim thët, gjithë të septa dhe për fatë mirë e arrita ditën me pa, se dikur vetëm se kam folë për Shqipërinë, jam anatemun nga i sistem që ishte. Vasil Bedinaj, ishte mrekulli që të kisha musafir, nga këtë thënë gjërat bukura dhe gjëra që na interesojnë. Nga këtë sjellë, pa tjetër, sot një frym, një erë vlore, po e ke sjellë pikës pare të një bashkë qytetari juaj, po edhe për të gjithë spektatorët e spektaklit tonë, që realisht duan të dinë gjithmonë më shumë edhe të gjejnë mundësi edhe pista më të lehta për të ingranuar thjesht në jetën, po edhe në biznesin, në përgjithësi në gjithë Shqipërinë. Unë të falenderoj shumë nga zemra që ishe musafir dhe sigurisht të përshëndes, ju mbaj duart dhe ju përgëzoj për krejt punën që keni bërë dhe po bëni për turizmin shqiptar. Zhvillimi i turizmit shqiptar do më thonë zhvillim shqiptarie. Zhvillimi shqiptaris do më thonë zhvillimi imi i juaj edhe i të gjithë atyre. Falenderit, ishte knasi.